Passo Mondial në Top Albania Radio. 32 të botrorit për në fazën tjetër të këtij kompeticioni. Përshëndetje gjithëve miq të Top Albania Radios, jemi live me Passo Mondial, gjithashtu dhe në digital në Super Sport me Livian. Përshëndetje të gjithëve. Sot është e kënaqur se ka gjetur dy barazimet e djeshme. Ke gjetur Australinë me Paraguayin dhe Suedinë me Japoninë. I ren kok, ëh, shumë vështirë si ndeshje për ti gjë. Po, më kanë bërë përshtypje. Po do flasim, do zgjerojmë pak më shumë ato fitoren e Ekuadorit. Lorenzo Emini. Mirëdita të gjithëve. Ti si je sot? Je gati? Unë jam. Do bëjmë disa parashikime të forta sot. Unë jam gjithmonë gati, Glen. Na bashkohet sot dhe Jon Lumani, gazetari Top Channel Web, ëh. Përshëndetje Glenti. Kështu quhet ndryshe, ëh, Top Channel Web. Keni bërë një faqe të dedikuar këtë vit për Kupën e Botës. Po, vetëm për botrorin. Vetëm për botrorin. Çfarë lajme botrorit kalon aty? Ti mjafton të futesh në faqen e Top Channel dhe aty ka një seksion është një seksion i posaçëm vetëm për Kupën e Botës. Po, nëse klikon atë, çdo lajm për Kupën e Botës është aty, e gjen. Nëse do ta kenë çurat pak mund ma vën pak faqen e Top Channel mbrapa në gjatë rrugës se mund të shohim në lajm fundit çadet. Pak a shumë sa lajme bën ditë vetëm për botrorin? Po shkon deri diku te 40 lajme, ndoshta edhe më shumë, varet në bazë të ritmit që kanë ditët, që kanë ndeshjet. Çfarë ngjarjesh ndodhin? Aty janë rezultatet live. Ti po më thoje pak më parë që edhe ndeshjet i ndiqni live, pra. Po, ndeshjen e mbrëmjes për shembull, ju ndiqni hap pas hapi. Po, ndiqen live, domethënë si një live comment në web. Po, live comment web, bëret në bazë domethënë të siç e ka The Sun, BBC që është minuta, është komenti, domethënë varet në bazë të ngjarjeve, bolave. Pak a shumë ndeshjen më të rëndësishme të ditës e ndiqni në këtë mënyrë, apo jo? Jo, ndiqen gjitha, domethënë të gjitha ndeshjet. Të gjitha, domethënë për shembull dia u fut edhe Gjermania edhe Brexit që ishin njëkohësisht paralele. U futën të dyja në të njëjtën kohë. Po. Joni të gjeta më duket tani. Po. Bashkëpunëtorin më të ri, se për natën kam atë gjagjën e gazetës. Duhet edhe një tjetër që ti kompletoj. Duhet për ditën. Për ditën. Për ditën e mbulon, ha? Po, patjetër ke gati. Ai do informacione se sa gjuhë bëri një skuadër në port, sa pritje bëri portieri i krahun tjetër. Tani më thuhet diçka tjetër, te faqja e topit, cilat janë lajmet që klikohen më shumë? Pra rezultatet, po. Rezultatet janë apo, domethënë, ndeshjet live apo ndonjë lajm roz, ndonjë çak kuriozitetesh janë më shumë. Atë ndeshjet live janë ato që ecën sepse janë përditësim derisa të mbarojë ndeshja. Pastaj edhe lajmet kuriozitete, do ndonjë gjë, në gjë bukur, lajmet gossip, domethënë faqes roz. Gjë më mirë kjo e një faqe të dedikuar të po patjetër ai dha 40 lajme në ditë. 40 lajme në ditë. Unë këtë të Uruguay se kisha pa Uruguay si min me sa të futbollistët për plasje me trajnerin Bielsa. Po. Kjo ishte i lajmi i fundit që doli tani, domethënë ka një. Çka ndodhi? Jam na e thuaj me që ishte një përplasje, domethënë Bielsa doli dhe tha në konferencë për shtyp, unë do marr dhe lojtar që mund të jenë të dëmtuar, po që për mua kanë dhënë shumë, siç është Arau i Barcelonës. Dhe kjo gjë ka shkaktuar pak kënaqësi, domethënë sepse për shembull ai e laja Suarezin, si për të ka filluar pak të jetë një gjë që lëviz për brenda, domethënë lojtarët fillojnë të pakënaqur, edhe rezultatet nuk po e favorizojnë atë, edhe situata shkon në këtë kënd. Lorenz, ndërkohë fest kombëtare ka qenë dje me Ekuadorin. Sepse ajo fitore në momentet e fundit me Gjermaninë ka bërë që skuadra të kualifikohet, më duket mas 20 vjetësh kalonte fazën e grupeve. Presidenti kishte shpallur ditë pushimi sot. Presidentin e Ekuadorit. Unë mendoj që bashkë me presidentin e Ekuadorit edhe Gjermania duhet ta kishte shpallur, domethënë se i dha një dorë të mirë. Neueri, sidomos që bëri ato dy gabimet. Neueri dhe ajo që unë kam vënë re në disa ndeshje Glend këtë që më duket si trend tani që kur ekipet duan që të jenë këtu, duket sikur luajnë, por nuk luajnë, mbajnë topin, 70% mbajtje topit dhe ty të jep iluzionin sikur aty po luhet futboll, por ndërkohë që ti mban topin gjithkohë sepse s'ka si goditje në port. Kjo është e kam parë në disa ndeshje. Në fakt Spanja kam parë unë po lexoja pak për Ekuadorin dje. Ekuadori ka bërë një fazë grupesh shumë të mirë me Amerikën e Jugut, doli e dyta mbas Argjentinës dhe kishte një gjë interesante që është një skuadër që shton pak gola, 14 gola kishte bërë gjithë fushatën eliminatore, kishte psuar vetëm 5. Dhe nisi me -3 pikë. E ka nisur me -3 pikë. Imagjino se çfarë mbrojtje, dolën në vend 2, kështu që eliminimi i saj kaq shpejt do ishte një zhgënjim shumë i madh për vendin sepse ata kishin pritshmëri që të paktën grupin do ta kalonin. Pastaj pjesa tjetër se çfarë ndodh mbrapa është dhe pak fat. Edhe ndeshjen me Ivory Coast e ka fituar me shumë fatat. Ka luajtur më mirë, po. Në minutën 93 dhe ka luajtur më mirë se pash atë ndeshje, ndaj. Ka luajtur më mirë Ivory Coast, kishte më shumë rast. Domethënë fati aty dhe fati me Gjermaninë që mori 6 pikë. 6 pikë.
Jo, ka barazuar me Bregun e Fildish 1-1. Ka barazuar apo fitoi? Jo, Ekuadori humbi. Humbi po. Bëri gol Amadja në fund fare. Barazoi me Curaçao. Ndeshjen e 2-0-0. Do ata kanë mësuar vetëm golin që psoi dje me Sanen dhe golin e ndeshjes parë. parë. Ishte faull që duhet të them. Për gjendjen e Gjermanisë bëjmë një lidhje me Berlinin dhe përshëndesim aty Elvi Sharrën. Përshëndet Elvi. Nuk e di nëse na dëgjon. Ne do donim edhe të të shikonim në këtë momente, nëse tani të shohim shumë mirë. Mendova që do ishe në klub tani duke bërë shërbime apo shpushim tani. Ç'a ndodh? Çuna pak zërin e Elvit se nuk po e dëgjoj. U lexova labialin VAP. Ç'a thash VAP? VAP në Berlin. Tani e dëgjojmë, tani e dëgjojmë. Fillojmë, po është shumë VAP edhe fillojmë vonë sot edhe, kështu që sa është temperatura atje për kuriozitet, se në Tiranë sot thoni që do jetë 35, 36. Atëherë temperatura sot është 34, nesër presim të shkojë 41 në fundjavë. Domethënë edhe aty situatë vapshme. Elvi, ç'a thon për këtë humbjen e Gjermanisë dje, paraqitjen që bëri me Ekuadorin? Si janë reagimet e gjermanëve? Reagimet ishin pak zhgënjyese le të themi, sepse u prit që Gjermania të ishte më tepër dominante në bërje rastesh dhe jo vetëm në qarkullim topi. Keni parasysh se është një ekip që le të themi cilësinë i ka të gjitha, po si duket zgjedhje taktike në ato që realisht po e penalizojnë ose më saktë zbatimin e tyre taktike, pasi kujtojmë që është një ekip i cili qarkullon shumë topin, krijon dominancë në zotrim, por ky zotrim do të ketë edhe një motiv. Pra motivi është të gjesh hapësira midis linjave, të gjesh lojtarin e lirë, lidhësh kundërshtarin dhe pastaj krijosh situata 2-1 apo 1-1. Ti e shikon pak si po arrin qëllimin. Ti e shikon si problematike këtë humbje apo thjesht fakti që Gjermania kishte fituar 2 ndeshje e para edhe mund t'i lejohet një fresk i vogël në ndeshjen e fundit, një shëtitje si mund ta quajmë ndryshe. Unë shikoj pak problematike sepse nuk më pëlqen në këto tre ndeshje, nuk më pëlqen disiplina taktike që ato po kanë. Edhe më duket një ekip që realisht nuk ka një harmoni që vitet më përpara e ka pasur. Le të themi po kalon një periudhë tranzicioni mbas edhe kjo periudha uroj që t'i dalë për mirë. Por e shikoj siç e thash që pjesa e organizimit taktik, pasi keni parasysh se Gjermania si strukturë, le të themi gjithë vendi kompeticioni, servitet që ne bëjmë çdo ditë fokusohet në tre komponentë kryesor, të cilët janë intensiteti me top, intensiteti pa top edhe rest defensive. Kështu që kjo nuk po i ka, domethënë kjo kombëtare nuk po i shikoj këto gjëra dhe ndërkohë keni parasysh se janë 84 milion banor, të cilët luajnë shumë futboll dhe keni parasysh kur gjithë struktura punon në këto tre faza. Është pak e pamundur që kombëtarja më paketë apo gjë. Nga parashikimet që po shohim këtu, Gjermania mund të luajë me Paraguain. Jo me Japoninë. Me Japoninë është konfirmuar, Japonia luan me Brazilin. Është dueli konfirmuar. Por kundërshtari i Gjermanisë ende nuk është zyrtarizuar sepse duhen parë vendet e treta çfarë ndodh. Por Gjermania është kualifikuar si e parë e grupit dhe pret që të luajë me Paraguain. Thuhet që një prej skuadrave mund të jetë Paraguay, po do presim. Gjithsesi ajo që dihet është që do jetë në krahun e Hollandës dhe Marokut, dy skuadra që do ndeshen me njëra tjetrën, dhe rrugës mund të gjejë dhe Francën. Pra në këtë drejtim në këtë krah, nëse Franca fiton vendin e parë sot në ndeshjen do luajë me Norvegjin. Edhe që ti bashkangjitem me Elvin se nëse ke pyetje për Elvin mund të sepse më shkon atje ku kisha mendimin që Gjermania është për të shqetësuar sepse përveç ndeshjes që bëri me Curaçao që nuk ishte ndeshje, se ajo disnivel shumë i madh, po dhe ndeshjen e dytë që bëri me Ivory Coast, vuajti shumë. Po mi vuajti për këtë ndeshje, me karakter, ktheu ndeshje. Po si Gjerman gjithmonë. Ivory Coast është shumë mirë atë ditë. Mund të ishte shënuar për më shumë se një gol. Kështu që Gjermania duke ardhur nga këto ndeshje, jo bindse, prit se tani fillon faza me eliminim direkt. Këtë po thot Elvi që duhet të shqetësohen. Sepse edhe grupi nuk është se kishte ndonjë grup. Pikërisht Lens. Nuk kishte ndonjë grup të fortë. Se po të ndërpres edhe realisht është kjo që tham, kjo që edhe që po thua, sepse ju thot ndaj Paraguayt apo ndaj Japonisë, do të thotë që për momentin Gjermania bën le të themi tepër problem kur luan te ekipeve tranzitore të shpejta. Dhe Ekuadori keni parasysh është një ekip që luan kompakt, zotron topin dhe pastaj tranzicioni pozitiv mundohet gjejë gjithmonë lojtarin e lirë dhe hapësirat përpara.
kështu që është pak problem, e shikoj këtë sepse struktura taktike që ajo ka mbas linjës stopit kur është në fazë defensive i jepi çik problematika sepse lojtarët që i ka realisht i ka lojtarë taktik pozicional, po si duket në fazë kolektive ato nuk e arrin këto gjëra. Jon, ti si e pe ndeshjen e Gjermanisë? Për mua bëri habit diçka që Nagelsmani e kishte, domethënë e kishin siguruar vendin e parë dhe prap vazhdoi me të njëjtin informacion. Gjermanët po presin shohin Nick Woltemade në fushë deri tani 3 ndeshje 0 minuta. Pas të miqësore si kishte. Pas miqësore domethënë nuk po luan, nuk e di çfarë po ndodh aty brenda. Po që Nagelsmani vazhdon me skemën e vet. Leroy Sané për shembull dje bëri gol, po prap vazhdon të jetë një nga më dobët në fushë. Po Nagelsmani ka dashur që t'i jap akoma më shumë minuta këtyre për t'i patur, domethënë për të mos ulur ritmin e lojtarëve që luajnë, që t'i ketë gati edhe për ndeshjet e ndeshjet me eliminim. Janë shumë shpejt, nuk e ka të pushosh, domethënë paktën nëse ai ka 11 titullare, më mirë lëre të pushojë. Se sa të vazhdosh domethënë tifuzës, Neuer mund të jetë pas 40 vjeç, nuk mund vazhdoj domethënë ndeshje pas ndeshje. Për shembull, ai gabimi që bëri dje te goli i dytë, ai ishte nuk është prej Neueri, ai e zotron zonën, ai është portier që kur del aty. Po pra, ai kur del aty është pa diskutueshme që ai duhet ta kontrollojë topin. Madje po shija në rrjetet sociale po thonin këtë botror të gjithë portierët janë kthyer në Neuer përveç Neuerit. Se po dalin, po luajnë me topin. Po dalin, po bëjnë pritje shumë mirë. Edhe ka portier të mirë, edhe ka portier të mirë. Po bëjnë pritje shumë mirë, ndërkohë Neueri që nesë mosha ndoshta ndikon shumë tani edhe Gjermania nuk po prodhon më portier të tjerë mbas atij. Jo, ma ka portier po sikën këta, s'ka se si dalin. Jo, ata e kthyen ata, ai kishte ikur dhe e kthyen, i thanë. Madje Lothar Matthäus kishte bërë një deklaratë shumë të fortë për Kimmich, që nuk i përgjigjet, thoshte edhe Kimmich nuk i përgjigjet shpejtësisë së lojtarëve kundërshtar tani. Se këta janë Kimmich. Janë kritik njerëzit jashtë, nuk janë si ne që bëjmë vetëm furça nga mëngjes deri në darkë. Po pse për kë bëre furça? Ti ke qenë shumë i ashpër për këtu. Po flas ne në përgjithësi po. Ja e kapi Elvi, shikon që nuk është e di ai. E ka vëllë, jo. Kritikoj njerëzit ose edhe ti sa i nga vitrinë fillova duke i thonë këqë. Sa mirë. Isha aty je shumë përgjithëse, nuk skoç. Aty vetëm fry me unë me. Livia. Se po mu duk pak një dhuratë nga ana e Gjermanisë. Dhuratë. Një dhuratë e teoria tjetër. Livia thot dhuratë e Gjermanisë. Ajo shikon me sy romantik. Për Ekuadorin. Jo, romantik. Era un biskotone, dai. Po tani. Ta thojmë kështu ashiqare, nuk më duk sikur Gjermania është lodhur. Cilat ndeshje Lorenz nga ato që tham ne që mund të dilin barazim dhe mund të rregulloheshim njëra tjetrën? 5 ndeshjet që folëm dje Glend që ka ndodhur në njëra. Po nga 5 2 dolën që dje. Dolën 2. Kush ishin? Australi Paraguay 0-0. Dhe u kualifikuan të dy. Edhe Suedia me Japoni. E kishim këtu tani pritet Spanjë Uruguay, që kemi në listë, Gan Kroaci dhe Austria Algjeri. Nëse do dalin dhe këto, pastaj kemi bërë bingo, duhet i. Jo, pastaj është çështje formule që ja lejon mundësinë këtyre ekipeve që të bien dakord ndeshjen e treta për të dalë treta më të mirë, sidomos në fund të ndeshjeve, se ata kanë mundësi për të kontrolluar rezultatet atyre që kanë më lart. Kjo është situata që kanë. Nuk e di. Kjo formulë më duket si Final Four. Ke atë renditjen e vendeve të treta, mos gaboj? Po, renditja është kjo, fal pak. Duket Suedia është vend parë. Suedia është e para, pra që është kualifikuar. Suedia dhe Ekuadori dhe Bosnia. Janë tre janë kualifikuar. Tre ekipet më të mira. Paraguay po pret. Po, Paraguay pret, Kroacia pret. Edhe Korea e Jugut është aty lëkundet. 95% besoj jashtë, edhe Skocia është 95% jashtë. 99% jashtë, po varet nga rezultatet që do dalin tjerët. Skocia është. Mos harrojmë që tani është Belgjika që do luajë, është Kongo, është Senegali, janë shumë skuadra të tjera që priten këto 2 ditë për të parë se ku do të pozicionohen. Dhe duke parë dhe nivelin e ndeshjes, Kongo për shembull ka me Uzbekistanin, nëse fiton për mua, domethënë kalon. Më fal Joni, edhe i diçka me që kemi. Për atë do e po të shikosh, linjët defensive e Gjermania ka shumë problematike. Neuer, dëmtoi dhe ai dalja e Schlottenberg dhe Rudiger. Të katërt përveç ti Taqë. Ky dhe te Bayerni bashkë me atë Upamecano, këta të dy janë pika me dop te Bayern. Po linjën brava e ka shumë defektoze. Elvi, je dakord me Lorenzin? Për mbrojtjen. Ki parasysh Lenzo në klubet ku luajnë, ki parasysh se janë gjithë lojtarë që luajnë një kundër një dhe nuk është se mund të gjykojmë shumë nga ana taktike. Pra, nga ana taktike futbolli sot në pjesën brava defensive është bërë pak më i thjeshtë, por në anën fizike, në anën dy luftimeve është bërë pak më agresiv.
Pra, le të themi nëse kemi postimin nga futbolli zonal i Arrigo Sacchi, ku mbrojtja italiane u shuante për sakrificën e saj dhe katenacën e famshme, që ishte thjesht mbulimi i atyre dhe zonave. Sot janë lojtarë që luajnë thuajse 1-1 gjithë lojën dhe është pak e vështirë dhe të duhet si mbrojtës mentalitet, duhet fizik, duhet edhe gjithashtu dhe dëshira për të fituar duele 50-50. Dhe ki parasysh që kanë lojtarë që janë të mirë në këtë gjë, por në faza që botrori, në faza turneu, ku hyn mentaliteti, hyn shumë gjëra, sepse kemi parasysh që janë lojtarë që kanë nga 70 ndeshje në kurriz gjithë sezonin, 1-1 shumë konsumuese. Dhe ki parasysh aty ku duhet që ti të luash pak zonal, duhet të vendosësh pak trurin në hapësirë dhe kohë më tepër në punë. Ki parasysh se këtu pastaj është një diçka që janë lojtarë që nuk janë trajnuar në 10 vitet e fundit në mënyrë të tillë dhe janë lojtarë që luajnë 1-1 dhe prandaj është e vështirë për të gjithë mbrojtësit. Shikoni Francën, shikoni Ajo që më vjen keq përpara se ta ndroj pak temën, ajo që më vjen keq për Gjermaninë është që nëse Gjermania eliminohet, nuk do thot njëri ndodhi bomba, iku Gjermania. Nuk ka pritshmëri për Gjermaninë. Do të nuk është se ka ndonjë pritshmëri të madhe, thonë po tani u eliminohet, siç mund ndodhi me një skuadër tjetër. Po ka një element. Ta pyes pak Elvin në fund sepse do shkojmë në nëse Gjermania dominonte, po them, edhe këtë ndeshje fitonte, ndryshojnë pritshmëritë Glend. Unë them, po të eliminohet Gjermania, nuk do thotë njëri. Okej, po ndodhi me Brazilin kjo. Me Brazilin, kështu e filloi Brazili. Brazili ka shumë pritshmëri. Jo, ka pritshmëri tani se rrit pjacën në Ancelotti kur shkon atje. Të kishte bërë një humbje dhe diskutonin pritshmëri. Elvi, dy gjërat e fundit bash në aspektin personal. Ke firmosur kontratë me Union Berlinin. Na trego pak më shumë tani, ç'a ndodh me karrierën tënde si trajner në Gjermani? Është kontrata, le të themi, bën head coach i U14 duke filluar nga sezoni që vjen. Është një, le të themi, një hap tjetër, le të themi, në karrierë. Është një mundësi, le të themi, të jesh pjesë në një strukturë e tepër të fuqishme siç është Union Berlin, ku kujtojmë se është një nivel më lartë se një akademi normal e mirë në Europë, pasi sistemi gjerman është NLZ që do të thotë qendër performance. Pra është të themi në nivel elitar botror, do të them që është mund të jetë në top 10-15 në botë, flas në nivel performance, pastaj është tekniko-taktike, çdo akademi ka të mirë dhe të këqija veta. Dhe gjithashtu është një mundësi tepër e mirë përveç se për të dhënë eksperiencën time, le të themi një ambient siç është ambienti i Union Berlinit, është një mundësi e mirë për të mësuar çdo ditë nga një diçka e re. Ne urojmë suksese Elvi për këtë. Kur vjen që na çdo gjë, se mos ta vish duar bosh. E kam marrë shishën e shampanjës, këtu e kam. Edhe një përgëzimin, kujdes mos harrosh shishën e përgëzimit dhe na vrau. Dëgjoj. Tani po thoshte Manushi ditë emisioni që s'kemi trajner. S'kemi trajner jashtë, po si s'kemi me Elvi Shara, Erbim Fangu, ande me kup. Hajde. Edhe ato që kanë qenë më parë Besnik Kasi që vazhdojnë. Po shtohen dita ditës. Po. Bravo Elvi. Tani na bën një përshëndetje. Aty jemi Lanci, sa herë që do na thrasi atë veu jemi gjithmonë në gatishmëri. Elvi na bën një përshëndetje gjermanisht tani para se ta marrë fjalën Livia. Si përshëndesin gjermanët kur thon mirupafshim, nuk e di, kur largohen. Also Jungs, hat sehr viel Spaß mit euch heute gemacht. Also ich hoffe, nächstes Mal. Sukses edhe mirupafshim. Livia, e jotja para se të këmbë bisedë. Unë do ju jap sa informacione. Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbrojt gjithçka që ka rëndësi për ty sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm një klik në Atlantik. Vizito atlantik.com.al nga celulari yt. Në kategorinë bli online, zgjidh siguracionin që do, pronë, shëndet ose makinë. Plotëso dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantik, 25 vite që kujdesemi për ju. Falenderojmë Livia. Pas pak flasim për fitoren e Turqisë në ndeshjen e fundit dhe për ndeshjet që luhen sot, Norvegji, Francë. Çfarë thon më shumë Jon? Haaland apo Mbappé? Kush mund të shënojë sot? Mbappé. Unë them Mbappé, po prap Franca do e shohë vetë situatën, ose të kalojë nga krahu i Brazilit ose nga krahu i Gjermanisë. E kanë dorë vet. Shkojmë publicitet dhe kthehemi këtu. Rikthehemi në këtë pjesë të dytë në Paso Mondial dhe menjëherë Livia ka informacion për Lorenz Zeminin. Dhe më dëgjon me vëmendje Lorenz, sepse kanë mbetur shumë pak ditë për një shortet që po organizon Spar dhe Interspar. Me blerje mbi 1000 lekë dhe një produkt nga markat partnerë në Spar dhe Interspar, ju hyni në short për të fituar një nga 5 makinat Kia Stonic LX Urban 2024 ose një nga 50 kuponet e blerjeve me vlerë 500 euro. Nxitoni sepse fushata përfundon me datën 28 qershor. Vizitoni Spar e Interspar dhe bëhuni pjesë e fituesve. Falni, po sa e vështirë është kjo fjalë për mua që jam rritë tani. Fituesve të mëdhenj. Spar pranë familjes
çdo ditë. Bravo Livia. Joni tani po na tregonte diçka rreth kalendarit që mund të ketë Zvicra, që mund të favorizohet në këtë fushat Zvicra kishte me eliminim një direkt. kalendar që e çon deri në çerek finale, domethënë Pra, sipas një llogarive. kalendar, domethënë në letër, se nuk dihet asnjëherë se çfarë rreziqesh mund të kesh përpara. Po. Sepse momentalisht ka Algjerin në 1:16. Pastaj mund të ketë Kolumbin dhe mbas Kolumbisë shkon direkt çerek finale që mund ta presë Argentina. Po. Gjithmonë nëse Kolumbia arrin të marrë barazim Portugalisë, paktën një barazim që të marrë vend në parë. Ne po diskutonim dhe diçka, që në qoftë se Portugalia fiton me Kolumbin ndeshjen e fundit, Po. shkon në krahun e Argentinës në rrugtimin e saj. Pra mund të kemi një përballje, nëse Portugalia pra fiton me Kolumbin, vetëm fitoria i bën punë se barazimi është në favorin e Kolumbisë. Portugalia arrin finale këtë vit. Portugalia shkon në rrugtimin e Argentinës dhe mund të kemi një përballje Argentinë-Portugali drejt finales. Dhe ajo do jetë Pra ndeshja Messi, Ronaldo. Besoj do jetë ndeshja më e shikuar në historinë e futbollit. Tani, Më shumë ti se për finale. mendimin tat, qofse do e kishte në dorë vetë Portugalia, do ta ndiqte këtë rrugtim për të ndeshur me Argentinën apo do rrinte nga krahu i Spanjës? Qofse do ta zgjedhësh, se futbolli nuk është me zgjedhje. Unë mendoj se do kalonte nga krahu i Spanjës. Domethënë mund të ishte Pra do Spanjë. thoshte më mirë tri me Spanjën sa të shkojë nga krahu i Argentinës. Po sepse nga krahu i Argentinës domethënë do ketë Argentina në çerek finale dhe në gjysmëfinale mund të ketë Brazil-Angli, që për mua domethënë janë tre Po pretendentë. këtej do ketë Spanjë-Francë. I thosh ajo pastaj Joni Francë. është drejt shumë, unë nuk shoh. i- Doje ti për shembull një seri filmi. Shiko, jo, Se kërkuam dhe para 4 vitesh, por nuk e gjetëm dot. Dhe ke dhe nuk je shumë në rregull ti me ta. Po do jetë më e bukur Portugalia Argentinë finale. Mos harroj Ja, tani që filloi. është skenar komplet botëror domethënë bërë. Cako numër 2 filloi. Jo, ta manush se tash unë Si atë tha? po dëgjoj. Hollywood bën gol ky bëdej. Tani do bëhet ky dha. Do t'i vënë Lambertit një atje. Po prit se meqense më përmend Hollywoodin, un tani besoj se është shumë popular kjo profecia e Simpson. E keni dëgjuar? Sepse në vitin Çfarë thot Simpson? Po tani në Sa ata për vitin- parashikime? Po, kanë dalë disa parashikime, jo po Donald Trump në pushtet, kanë dalë edhe për koronavirus, kanë dalë shumë, kështu që t'ja keni frikën pak Simpson. Në 1997-ën ka parashiku Kupën Botërore të 2026 ku ishin Portugalia dhe Meksika. E shikoni dot Portugalin finale? Mund të jetë. Patjetër, më dhe nuk janë shumë. ishte- Ajo që më pëlqen këtu botëror është që të gjitha skuadrat e mëdha u kualifikuan. Po. Pra pak a shumë të gjitha kanë ecur përpara. Mirë, do esin Në se me mos ato mund ekipe kemi që një kishin- surprizë do ditë, po s'besoj se Shiko, Mund të ketë një Portugalia mund të surprizë, shkojë pakta. finale dhe nuk mund të quhet as surprizë, se ka lojtar super hyje më. Është ekipi i tretë më i shtrenjtë në botëror. Me Meksikën ama kanë parashikuar. Finale? Këtu e ka prishur Simpson. Meksik me Portugali. Portugali vështirë do ishte që të shkonin Me deri që aty ishim sepse te ka Meksika se çaj shumë impakti ka fort. futbolli glend ata me ata në Meksik faktikisht duhet ta bëjnë botrorin çdo vit. Çdo vit. Se kishin rënë kriminaliteti nga 70 vrasje Publiku stadiumi plot. në Çdo 30. ndeshje. 30 kanë ndodhur. Domethënë 40 kanë shpëtuar këto ditë. Çdo ditë. Kështu që Sot luan në darkë Norvegji Francë. Ora 9 dhe Senegal Irak ora 9, ndeshje të grupit, të njëjtat pra. Pastaj në orën 2 të natës Kepi i Gjelbër Arabi Saudite dhe Uruguay Spanjë. Dhe ndeshja orës 5 Egypt Iran dhe Zelandë e Re Belgjik. Interesante është Uruguay Spanjë sepse Uruguay ka të vetmin mundësi fitoren, nuk e di nëse me barazim Ka nuk 2 besoj pikë, që me 3 pikë si vendi i tretë vetëm po të futet ato vendet e fundit fare, po është e rrezikshme. Ndërsa një fitore mund ta ngjiste më lart skuadra Uruguay. Pastaj Kepi i Gjelbër do luajë gjithçka me Arabi Saudite. Saudite bie që dal Spanja në vend dytë me 4 pikë. Po, qofse Kepi fiton dhe Spanja Edhe kjo Franca me humbet. Norvegjin mund të ketë një lloj biskote në thojza me barazimin. Cila? Që të mos Franca. mos sakatohen, s'kam se vendi i parë me dy. Shiko, Spanja nuk besoj se do rrezikoj vendin e dytë sepse vendi i dytë del direkt me Argentinën, që në 1:16. Dhe Spanja nuk e rrezikon Po shiko, se mund Spanja që dali e dyta duhet mund. është Duhet mundet, mbetet 4 pikë. Po fitoj Kepi, Dele shkon 5 treta. pikë, Spanja shkon e treta, kështu që shanset që Spanja dali e dyta janë shumë të vogla. Domethënë Spanja deloi para ose Po treta. e treta, po. Kështu që besoj që janë shumë pakta shanset për të dalë e dyta. Kështu që një Spanjë Argentinë direkt nuk besoj që mund ta kemi. Ndoshta në rrugtime më sipër, po. Pra ti po lënë thoj se për thu Kepin e fitoj? Gjelbër sot që beson që mund të fitoj. Po. Kepi me Arabin. Kam Pse? një besim. Nuk e di, edhe sikur dali barazim, dhe Spanja të mundi Uruguayn, Kepi deli dytë me 3 pikë. Po dhe mua ka drejt se edhe mua Kepi më pëlqeu. Arabia ishte ekip pa Mendoni që mund të bëj surprizë pa sot Kepi. busull fare, më duk.
Po, një kuriozitet të vogël do thoja. Portieri Vozinha janë shtuar miliona followers, nuk e di sa ka arrit por e bukur është që kanë vure që ai tani ka shtuar mbi 2000 gra. Domethënë përveç followers që i kanë ardhur, ai ka bë follow gocave. Vetëm goca. 2000 goca. Ka lezet me jamë një njeri ta. Ja, një nga ato që do fitoj Kepi Xhepër, vazhdojmë. Histori e Vozinhës, për mua motor është Vozinha. Çuditshme. Ndërkohë, tjetër gjë që kishte të bënte me Anglinë, trajneri Tuchel i ka ndaluar takimet me bashortet e të dashurat, gjithë lojtarëve. S'ka më takime. Barazimi i fundit me Ganën duket se e ka trembur. Që i kishte lënë gratë futbollistëve dhe kishte thënë që janë më të relaksuar. Po, puna është ç'a ndodh fush. Se po me sa duket ky barazim i fundit i ka bërë që trajneri të marrë këtë vendim për momentin derisa Anglia të sigurojë vendin e parë në grup, nëse do fitojë ndeshjen e fundit me Panama, po besoj që është një kundërshtar mos e i kalushëm. Në kuriozitet tjetër jon ç'a ke lexuar këtë ditë? Po se për ndeshje nëse do të ndalesh në një prej dueleve. Unë ditë them që me që ishim të Anglia, Tucheli vjen kudo që shkon me dorë të hekurt. Domethënë thjesht mund ta vështirësoj kjo pak të regjimin si rreshter, si komandant, mund ta prishi pak grupin brenda, si mendon? Jo, mendoj se mund të sjellim vi. Unë mendoj se Anglia ka qenë ka nevojë domethënë për këtë rregull dhe disiplinë. Ka nevojë për këtë rregull. Që kur nxori listën që unë jam tifoz i Chelsea, po më pëlqeu që fakti që Palmer i u la jashtë, sepse ka pas një sezon dobët. Foden u la jashtë, Maguire u la jashtë, domethënë u la shumë emra të njohur jashtë. Sepse ai do një ekip, ai do një ekip vetin që të ditë luaj aty, domethënë se mos të ketë jo unë do dal më i mirë, unë do dal më i mirë. Ai do një ekip fitues. Jam dakord jon, sepse nëse ka dy element Anglia që mund ta çante atë thuaj Beka luajti. Ganën. Ishin këta dy nga krahët, Palmer edhe Foden. Shiko. Ata janë tre blues. Duket sikur nuk ka plan B. Nëse nuk funksionon Kane dhe Anglia ka Foden dhe Palmer kanë një lloj talenti që mund të zgjidhin në disa ndeshje. Por ama siç thotë Joni Crown tjetër mund të shkaktojnë edhe probleme nëse s'luajnë. Nëse s'marrin minutat e duhura, s'marrin rol protagonizmi. Anglisi lindën edhe dy probleme tani dëmtimi sepse u dëmtua ky mbrojtës Diath Rice, ky Rhys James, po edhe ky Rice i Anglisë i Declan Rice. Po besoj se ai kanë dëmtime të lehta që vetëm me Panama nuk luajnë. Domethënë unë mendoj se Anglia me ekipin e dytë mund Panama. Kjo është pak po e sigurt, po edhe me barazim Anglia siguron vendin e parë. Domethënë nëse Ghana nuk rref Kroacin po. Po që për mua nuk e di, mua më pëlqen zgjedhjet që ka bërë Tuchel. I shkon brava trajneri si për thënë. I shkoi shumë, domethënë mendoj se ky mund të jetë viti i tyre, nëse ndiqet plani që ka Tuchel, unë mendoj se është viti i Anglisë. Për ta marrë botrorin. Po për ta marrë botrorin, po. Ndërkohë, për t'i kujtuar edhe një herë, cilat janë duelet që do ndjekim që janë konfirmuara që do luajnë në raundin tjetër. Është Afrika e Jugut me Kanadan, që është ndeshje e konfirmuar. Holland-Marok, ndeshje e konfirmuar. Dhe për fatin e keq, njëra prej dyve do eliminohet shumë shpejt. Është ndeshje e konfirmuar dhe kjo. Pret të njëjë kundërshtarin Gjermania dhe ndeshje tjetër konfirmuar është Amerik-Bosnjë. Edhe kjo është ndeshje konfirmuar. Nga njëri krah. Çfarë fati të dyja vendeve? Brazil-Japoni e konfirmuar. Ndeshje do luajnë bashkë. Pret të njëjë kundërshtarin Bregu i Fildisht, Meksika, Argentina, Australia dhe Zvicra. Këto janë skuadra që presin. Që këto dy venda se Amerika dhe Kanada janë treguar me fat, sepse edhe me kundërshtarët. I ka rënë me Australinë për Afrikën e Jugut, Kanadas, dhe Bosnjën. Është kualifikimi i parë i Afrikës së Jugut. Amerikës, për mua të dyja kalojnë këto. Kështu i do jetë ndeshje të bukura. Okej. Erdhëm fund për sot. Falenderojmë Livian, Jonin, që vazhdon me lajmet e webit. Faleminderit. Edhe me Lorenzo Emini dhe nesër do të dëgjohemi dhe do të shihemi në orën 9 të mëngjesit, ditën e shtunë për të rejat më të fundit nga Botrori.